Hello, si ja kaloni. Ky është një tjetër unboxing tek Beauty Fair. Erdhën në kontakt për herë të parë me brandin Dr. Botanica, i Diola Dostit. Shampo ka mbaruar, kremi fytyrës ka mbaruar, do me thënë ishin produktet e para që unë mbarova nga panajiri vjet. Këtë vit, në Beauty Fair 2026, shkova sërish të takoj dhe, përveç se bëm small talk edhe gjërat tona, mora 3 produkte të reja, 2 të reja dhe 1 refill. Refill e kam fjalën për Night Wonder Balm, është kremi i natës, ishte fantastik. Dhe të dini, çdo produkt i Diolës hahet. Seriozisht hahet, do me thënë këtë kremi mund të fusin gishtin dhe të hani, kur e vini në fytyrë. Sepse janë të gjitha 99.49 organike. Produkti i radhës dhe i ri ishte nga Dr. Botanica sërish, sapuni pa erë, do me thënë, ban erë sapuni, është ai sapuni klasik që ka qenë dikur, vjen në këtë trajt, dhe është i bërë nga ulliri. Dhe produkti i fundit, dhe shumë i rëndësishëm tani për në verë, ishte deodoranti Roll-On, i cili ishte me ulli dhe aloe vera. Thank you Diola, I can't wait to try them. Ne do shihemi në videot e radhës.